i nderuar kryetari i Kuvendit të Shqipërisë zoti Niko Peleshi, të nderuar kolegë deputet, po paraqesim projekt rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2024. Kuvendi i Shqipërisë, duke mbajtur parasysh rolin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në garantimin e pavarësisë, llogaridhënies, disiplinës, statusit dhe karrierës së prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, duke nënvizuar rolin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në emërimin, vlerësimin, ngritjen në detyrë, transferimin dhe vendosjen e masave disiplinore për prokurorët e gjitha niveleve, duke mbajtur parasysh rolin kyç të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorit, duke mbajtur në konsiderat rolin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në miratimin e standardeve të etikës së prokurorëve dhe të rregullave të sjelljes prokurorëve, si dhe mbikëqyrjen e respektimit të tyre, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë me Shkollën e Magjistraturës për trajnimin vazhdues të prokurorëve dhe emërimin e prokurorëve pas diplomimit në Shkollën e Magjistraturës, në vlerësim të raportit paraqitur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbi veprimtarinë e tij për vitin 2024, në përmbushje të rekomandimeve të dhëna dhe debatit të zhvilluar rreth tij, konstaton zhvillimin nga Këshilli të 38 seancave plenare dhe nxjerrjen e 300 vendimeve, përfshi dhe miratimin e ndryshimit të 5 akteve nënligjore me qëllim mirëfunksionimin e sistemit të prokurorisë në tërësi, rritjes së performancës të trupës së prokurorëve dhe promovimit të tyre, bazuar në integritet, profesionalizëm dhe meritokraci. Përditësimin dhe konsolidimin e databazës elektronike nga KLP për gjendjen reale të burimeve njerëzore në funksion të garantimit funksionalitetit të zyrave të prokurorive përballë vakancave të shumta të krijuara nga procesi vetingut dhe lëvizjet në sistem gjatë vitit 2024. Realizimin e ndryshimeve në rregulloren për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve në funksion të përmirësimit të efikasitetit dhe thjeshtimit të procedurave të vlerësimit. Fillimin e procesit të bllokuar të vlerësimit etik dhe profesional me miratimin e 9 raporteve të para, ku përfshihet një raport vlerësimi për drejtues, një raport vlerësimi të përshpejtuar dhe 7 raporte vlerësimi periodik. Realizimin e procesit të verifikimit të kushteve ligjore për pranimin e kandidatëve në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2024-2025 dhe përcaktimin e kuotës për 25 kandidatësh për profilin prokuror. Zhvillimin e procesit të verifikimit të pasurisë figurës dhe kushteve të tjera ligjore për 23 kandidatë të diplomuar në profilin prokuror nga Shkolla e Magjistraturës përmes miratimit të vendimeve individuale dhe listës përfundimtare të kandidatëve për kandidim për emërim si prokuror. Miratimin e transferimeve me pëlqim, me prioritet për të adresuar mangësitë në burimet njerëzore në disa prokurori. Realizimin e procedurave për ngritjen në detyrë për 3 prokuror në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë të drejtuesve të zyrave të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm. Realizimin në kohë të gjitha procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve nga ana e Këshillit për plotësimin e 3 vakancave të fundit për pozicionin e prokurorit në prokurorinë e posaçme, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë në pozicionin e prokurorit në prokurorinë e posaçme. Trajnimin e çështjeve nga KLP të paraqitura nga ILD mbi procesin e llogaridhënies së prokurorëve gjatë vitit 2024 janë si poshtë: zhvillimin e 3 procedurave disiplinore të paraqitura nga ILD, duke përmbyllur një procedurë me vendim përfundimtar, 2 procedura disiplinore pa një vendim përfundimtar për shkak të shkarkimit nga procesi vetingut dhe humbjes së statusit të